është përgadit memorandumi me nënshkru nga kryetari i Lipjonit dhe ministri i punës brendshme, kam shku në zyrë atje, nuk o këtë, kemi nejtë 5 minuta, i ka dalë një punë ministrit, jemi këthyju dhe kur gjë nuk o bonomi. Po më intereson, apo të përgjigjen ministrat, ka disa kryetarë që janë kohën që ministri nuk ja u kthen përgjigjen, nuk ja u qelë derën, ti kallëzove për rozetën që ke pas punë, tjertë? Mon me thonë, t'jemi sinqertë që jo, nuk kemi pas në bashkëpunim, e ditë që një memorandum e kemi nënshkruar me Ministrinë e Infrastrukturës për të vazhdu investimet në një urë mbi shtratin e lumit Sitnica. Përndryshe jo, nuk kemi pas as një lloj as komunikim besa besjet. A ke ly për çët çështje me u taku me Ministrinë e Ambientit? Jo njëherë, po disa herë tjeta. Kemi lyp, si ne kemi shkruar shkresë zyrtare dhe kryeministrit. Për shembull, e kemi rastin e Ministrisë Punëve të Brendshme. Është një objekt i cili shërben për pasaporta letë njoftima, i gjendjes civile. Është pa leje ndërtimore, është i pa regjistruar në katastër tek ne, fare, në pronë të komunës, dhe na kemi dhonë alternativa që të na lirojat hapësirë për të ndërtu parkingun në të kësov se për kamet si këpurt, dhe i kemi dhonë alternativa, objekte tjera që në më të përshtatshme. Një komision e ka bërë Ministria e Punës Brendshme, komisioni prej nesh, janë ullë, janë taku disa herë, janë pajtu mu zhvendos, është përgadit memorandumi me nënshkru nga kryetari i Lipjonit dhe Ministri i Punës Brendshme, kam shku në zyrë atje, nuk o këtë e ka refuzu, kemi vetë pengazoj dhe sot ajo objekt është penges e parkimu dhe e parku të mandi. E ke pas ta kemë më nënshkru memorandumi që mu bërë? Ftes për me shku më nënshkru. Ftes? Dhe kemi shku. Edhe? Na kanë ftu në telefon, jemi shku, sepse është përgadit tereni, unë kom njofte edhe ata që gjithë kanë qenë komision nga Ministria e Punës Brendshme. Mund me emra me javë referu, sepse i kam dikon në maila. Edhe? Edhe, kur jemi shku, i ka ropi shman, dikush ka intervenu më zgaboni me asisi. Më zgaboni me... Se fiton një mëja, si ta kryin parkingun mirë fiton, nalë me se deni pengane. A ka qenë para është një rast tjeta, para zgjedhjeve? I ka një vete ma tepër këtë punë. I ka një vete ma tepër, vazhdushëm. Sepse na kemi insistu vazhdimisht me dialog. Qysh jeni ti si kryetar komune që shkon aty edhe mas në... Jo një keq, unë ka prit një këshilltar ose shef e kabinetit ku më harru tash edhe emrin kush ka qenë, edhe unë kom qef me shefin tim të kabinetit, kemi nejtë 5 minuta, i ka dalë një punë ministrit, jemi këthyju dhe kur gjë nuk o bonomi, po e vërteta o që nuk jemi ndihmu me zgjidh probleme. Po du specifikisht me të pytë se Qemal Aliu, i cili ishte në intervist, tha që komuna që s'janë të vetëvendosjes nuk kanë qu kërkesa, nuk përdojnë me bo projekte. Për shembull për qerdhe, thanë, asë njëri s'ka dasht me u bo qerdhe, s'ka qu kërkesa. Jeta na du të mi marrë këtë materialit me veti me dëshmu para kamera për qeme në përgën të qoftë tjetër. Personalisht kam bërë kërkes për shembull për objektet për banim të përballueshëm. Ke bo kërkes? Natyrisht. Ministri, me shkrim. Të gjitha kriteret, vetë ministria i ka bo tik, janë të plotësura. Në fund është refuzu vetëm se s'jem nashta të krau të tillë politik, ose ku e di me çfarë tendencët, konsekuenca politike, dhe refuzohet. Kemi korrekt, na nuk mund sepse dokumentacionet flasin, ose për qerdhe. Ne kemi pas nevojë me ndërtu qerdhe në Magur ose në Banull. Ne e dim ku kemi nevojë. Po si s'kemi qu, kur dushe dëshmoj. Dhe refuzimi ka qenë, po, e kemi shkresën të kthime në qytet ndoshim javë maru. Mo ti më sun ka të ku e marajonë, na kemë nevojë në Magure, kemë nevojë në Banull, kemë nevojë në fshatrat tona, sepse kemi ndërtu një 5 gjatë ti mandatit funit, duam të zhvillojmë akoma rrjetin e qerdheve në nivel të teritorit komunës tonë, kemi nevojshme jeta, dhe në fund kemi marrë refuzimin nëse keni në qytet po. Domthon rastet të tilla kemi plot.